Territori i Kosovës për datën 10 maj 2026 do të karakterizohet nga motë relativisht i qëndrueshëm me vranësira të pakta dhe intervale me diell. Paraditja dhe pasditja do të kenë alternime mes ktjellimeve dhe vranësirave pa rreshje. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 11 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 22 gradë Celsius. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi veri perëndimor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën pritet të jetë mesatar rreth 5. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë do të jetë rreth orës 5:12 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 19:52 minuta. Temperatura minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovica, 12 deri në 21 gradë Celsius. Podujev, 11 deri në 20 gradë Celsius. Skënderaj, 13 deri në 20 gradë. Pej, 12 deri në 18 gradë. Prishtinë, 13 deri në 20 gradë Celsius. Gjakov, 13 deri në 22 gradë Celsius. Malishev, 13 deri në 20 gradë Celsius. Gjilan, 11 deri në 20 gradë Celsius. Ferizaj, 11 deri në 20 gradë. Kaçanik, 12 deri në 18 gradë Celsius. Suharek, 12 deri në 20 gradë Celsius. Prizren, 11 deri në 19 gradë Celsius.